Paqja me ju, vëllezër dhe motra. Sot kisha na paraqet në liturgjinë e fjalës dy gra. Një që është delir, do të thënë që jeton në pastërtinë, në dashurinë e Zotit, që ka një intimitet me Zotin, që shef në fshehtësi, një gru që ka shikimin e vet e ngulur në qiell, që lartëson shikimin drejt qiellit, një gru që ka zemër ngulur në Zotin, edhe që rrezikon jetën, sepse din që Zoti është me të, edhe ma mirë me kene paqen me Zotin, që me shku kundër ligjit e tij, edhe nëse është në fshehtësi. Edhe kjo gru është Suzana, që është imazhi i kishës, që është pastruar prej thandrit e vet, që është Krishti. Edhe imazhi i dytë është grua kurorëshkelese. E kemi si një propozim, sot kemi mundësi me marrë dy ungjite të ndryshme, ose grua kurorëshkelese, që për të cilën kisha na ka fol ditën e djeshme, ose rreshtat që me njëherë shkojnë bazë takimit të mëshirshëm me këtë gru, që Krishti ka pas në këtë takim. Edhe grua kurorëshkelese është edhe realitetin e kishës. Realiteti i kishës që ka nevojë për pastrim, që ka nevojë që thandri vet ta shenjtëroj. E mirë, Krishti mbas takimit me këtë gru, që thot, unë jam drita e botës, kush vjen pas meje nuk ecë në errësirë. Edhe drita sipas Shën Gjonit është dashuria e Zotit, edhe jo një dashuri si telenovelat. Jo, dashuria në përmasin e kryqit, dashuria ndaj armikut, dashuria falas, që nuk meritohet, që vetëm Zoti e dhuron edhe kaq, që Zoti na don pa mas. Edhe me kenë në dritë është me eksperimentu këtë realitet, që ti edhe unë nuk kemi asnjë merit, por Zoti thjesht na don, na ka për zemër. Edhe me kenë në dritë në marrëdhënie me të tjerët, është që ne të duam të tjerët edhe falas, që të duam të tjerët bile edhe kur janë armiq, si Krishti na ka dashur në kryq, që thot fal jo atë që nuk dinë ç'a bëjnë. Do të thënë që Krishti dëfton që ai është drita e botës, jo vetëm në takimin me këtë gru, që ai nuk dënon, por që e fal. Por Krishti dëfton dritën e Zotit, sidomos në misterin e Pashkëve, ku ai do të hap krahët e veta në kryq, e do të thot fal jo atë që nuk din ç'a bëjnë. Edhe kjo dashuri shkatërron vdekjen, sepse Zoti nuk na braktis kurrë. Edhe drita që ka Krishti në veten e vet i vjen taman nga ky realitet, që ai është gjithmonë me atin e vet. Ai thot, unë di nga vjen, edhe ku po shkoj, Krishti vjen nga ati, edhe shkon tek ati vet. Edhe Krishti që na ndriçon, na kallzon këtë realitet. Origjini im është ati vet. Unë vi nga dashuria e Zotit, unë jam në jetë, sepse Zoti më ka dhënë jetën. Edhe ku po shkoj, tek ai. Qielli është qëllimi im. Atëherë, Krishti na kallzon këtë gjë, por edhe ai thot, unë nuk gjykoj askënd. Edhe nëse gjykoj, gjykimi im është i drejtë, sepse unë nuk jam vetëm, por me atin. Edhe judejnë t'i bëjnë një pyetje, që është një pyetje që shumë herë djalli na vendos në zemër. Edhe pa shprehur, është një realitet eksistenciale. Përballë problemave që ne kemi, përballë tundimeve dhe përballë krisave që ne kemi mundësi me pas, vuajtjeve të ndryshme, ka një gjë në zemër. Ku është ytat? Kjo është pyetja që i bëjnë
Farisejnë është një pyetje të allëzore. Ku është ytat? Në problemat që unë kam kur vdes një fëmijë, kur kam problema serioze ekonomike, kur unë shoh vuajtjen edhe e të pafajshmeve, ku është ati yt? Përballë kryqit që ti ke, përballë fakti se je tashmë ndoshta në vetmi, ku është ati yt? Krishti ka këtë intimitet me atin e vet, edhe ai që jeton tana gjana me atin e vet, ka dëshirë me këtë dritë për ne. Ai thotë, nëse ju me njefni, kush nuk me njef, nuk njef atin tim. Mirë, Krishti tu ken dritë, tu na kallëzu dashurin falas që ati ka për ne. Ka dëshirë me dëshmu brenda nesh me Shpirtin Shenjtë që Zoti nuk na praktis. Zoti është babi ynë, nuk është vetëm babi janë, është babi e të tjerëve. Për këtë arsye mos u skandalizo për kryqet, për vuajtjet e të tjerëve. Sepse babi që nuk të praktis ty, nuk praktis as të tjerët. Si nuk ka praktisur Krishtin në kryqin e vet, vendi i të merri ma të madh. Edhe Krishti në këtë merë që është kryqi, ai ka përqafuar, edhe ka jetuar me atin e vet. O atë në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim. Krishti ka dorëzu në momenti ma të errët jetën e vet, atit e vet, edhe nuk ka qëndruar në vdekje. Kjo është edhe realiteti që Zoti ka dëshirë që ne të përjetojmë, që të kena në zemër çfarë këndon sot psalmisti. Zoti është bariu im. Edhe është mirë që ta themi si thot edhe psalmi në gjuhën hebre. Në hebraisht nuk thot që asgjë nuk më mungon, por flet për Zotin. Zoti është bariu im, nuk do të më mungoj. Zoti nuk do të mungoj atë hyn kur na praktis. Qo leftu Krishti.